Me disa trofe të fituar mes tyre dhe Premier Ligën angleze në sezonin e tij të parë, David De Gea është larguar pas 12 vitesh nga Manchester United. Spanjolli u transferua në Angli verën e vitit 2011, ndërsa ka mbrojtur portën e djajve të kuq në 545 ndeshje, ku ka pësuar 590 gola. Aktualisht 32 vjeçari është shumë pranë akordit me skuadrën e Al Nassr në Arabinë Saudite. Me këtë largim Manchester United nuk ka ndërmend ta lërë katërkëndshin bosh, ndërsa Andre Onana është drejt teatrit të ëndrave. Kamerunasi do të zyrtarizojë largimin nga Interi në ditët në vijim dhe do t'i bashkohet Premier Ligës angleze me Zikartrit që përfiton 60 milion euro. Nga ekipi italian u largua një tjetër yll, e ai ishte Romelu Lukaku që nuk ka gjetur akord as me Chelsea. Me shumë mundësi belgu do të shkel në tokën arabe, pasi ka një ofertë nga Al Hilal. Në anën tjetër nuk përjashtohet as Juventus, me Vlahovic drejt largimit. Ekipet italiane kanë zhvilluar një merkato të vakët deri më tani, ndërsa e gjithë vëmendja është në Angli dhe Arabinë Saudite.